Angela, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam në studio. Faleminderit. Gjithashtu jam shumë e lumtur dhe unë. Të kemi parë të angazhuar në fusha të ndryshme të artit. Kur e kuptove që arti dhe skena ishin rruga që t'i doje të ndiqje? Me thënë drejtën kam qenë shumë e vogël, mund të kem qenë nga mosha 10 vjeçare. Dhe si çdo 10 vjeçare në atë kohë që këndonte në shtëpi, kuptoj gjithë e kemi bërë, nuk është se kam qenë vetëm unë. Por e kisha shumë me dëshirë, domethënë ishte një pasion që u zbulua rrugës, që unë këndoj dhe dua ta ndjek këtë ëndër. Domethënë zëri im i brendshëm më fliste. Ke fituar gjithashtu dhe Miss Shqipëria 2 vjet më parë. Po. Çfarë kuptimi ka për ty ky titull? Atëherë, Missi ka qenë një ndër eksperiencat e mia më të bukura. Unë jam këngëtare, statusin tim kështu e kam, por një artiste e re, siç jam unë, kisha qef dhe dëshirë që pikasja dhe ke fushat e tjera. Unë fitova Miss Miqësinë, nga kundërshtarët e mia me pak fjalë. Pse nga kundërshtarët e tu? Po ne ishim 25 vajza që konkuronim për një target dhe një çmim që ishte Miss Shqipëria dhe kishte edhe çmime të tjera. Vajzat në fjalë, status le ta themi, më votuan si Miss Miqësia. Vajza më shoqëruar e grupit. Kupto? Se jena dhe Tomlan. Libran? Patjetër. U zgënjeve nga ky? Jo, as pak, absolutisht. Unë edhe qofse nuk fitoja gjë, ishte një eksperiencë që do e ktheja edhe një herë, patjetër. Prisje më shumë? Po, çdo kush pret më shumë. Por rëndësi ka që unë me një çmim dola. Çfarë të ka mësuar ajo eksperiencë? Kjo eksperiencë më ka mësuar shumë gjëra, me thënë drejtën, të asaj fushe, që t'jemi vetvetja, të luftojmë, patjetër, edhe pse zhgënjemi ndonjëherë nuk është se është problem, se arti këto ka. Merresh më me modeling? Të pëlqen? Më pëlqen, po nuk është se e kam prekur më këtë fushë, domethënë jam fokusuar vetëm tek muzika. Edhe kështu do vazhdoj edhe rrugtimi im. Dua të di si e përballon të jesh gjithmonë në formë perfekte. Po, në formë. Me thënë drejtën, jemi femra, kupto? Edhe thjesht emri femër duhet të jetë e gatshme për çdo gjë. E mirëmbajtur. Gjatë këtij rrugtimi ku je sot, ke pasur ndonjëherë ndonjë moment zhgënjimi? Zhgënjim. I vetmi zhgënjim që kam pasur deri më tani, ka qenë nga njerëzit, me thënë drejtën. Nga cilët konkretisht? Nga shumë njerëz. Nuk i kam pritur të reagonin ose mos i kisha pranë ato që unë mendoja. Bëhet fjalë për shoqërinë? Patjetër, shoqërinë dhe njerëz tjerë. Fisi? Jo, se fisi mirë është na do. Të gjithë na duan? Patjetër. Por e ndodh që s'na duan? Kur robi arrin, domethënë përpiqet të arrijë aty ku don, absolutisht që nuk do na duan. Do flasin. Dhe ne duhet mësohemi me këtë gjë. Është shumë e vërtetë. Do kemi gjatë gjithë kohës në jetën tonë vetëm fasadë. Kjo është një zhgënjim që vitet e fundit e kam dhe përjetuar, por kam arritur më një konkluzion që s'ja vlen. A të ka lënë ndonjë pasojë ky zhgënjim që ke marrë nga njerëz të ndryshëm? Pasojë jo, por më ka mësuar. Se unë kam qenë shumë sociale, jam akoma sociale, jam shumë e dashur me njerëzit, përpiqem t'i bëj të lumtur me ato që kam, por kur e kam kuptuar tek vetja ime, tek punët e mia, tek zanati që unë kam, jam shumë e zhgënjur se nuk e kam pritur. Dhe thjesht kam mësuar që nuk duhet të jem ajo që kam qenë. Duhet të jem më rezervuar, planet e mia duhet t'i mbaj sa më shumë për vete, sepse këtu ti je më private. Patjetër. Privatësia është një ndër gjërat më të mira që duhet të ketë çdo njeri. Pse mendon kështu? Beson të mësysh? Marr mësysh? Syri mund të kapë dhe kot, kupton, por duhet të jesh sa më private. Jo vetëm në këtë fushë që jam unë, në çdo lloj fushë. Edhe të jetë ajo të private duhet të jesh, sepse sot një njeri që ti mendon që nuk të bën gjë, ai e ka thikën mbrapa. Edhe kjo ishte shumë e bukur. Patjetër. Sa besim krijon tek njerëzit? Me thënë drejtën nuk është se kam 100% besimin. Asnjëherë? Jo. Kush është ai person që ti e beson më shumë ti? Veç familjes, e dihet. Familja dhe kam shoqjet e mia që unë rri me to, që janë për të besuar. Gëzojnë ato me ty pas çdo suksesit tënd? Patjetër. Ato i kam gjithmonë mbrapa vetes. Domethënë janë sepse ne kemi nevojë të kemi një shtys. Unë akoma jam në etapat e mia të para
Dhe kur një njeri më jep një ndihmë, një krah, unë ndihem shumë e plotësuar. Sikurse dhe i fjalë, kupton se fjalën kemi nevojë sot, jo veprat, se veprat i bëjmë vetë. Po me jetën personale ç'bëhet? Kalojmë pak tek jeta personale, pastaj në pyetjet të tjera. Me jetën personale, unë jam shumë mirë me të drejtën. Gjëra aktuale nuk është se kam. As nuk do kem. Pse nuk do kesh? Pse më nuk do kesh? Po, pak më parë thash që jam një tip që nuk besoj. Edhe unë një njeri që m'jep ligjërat, në jetën time nuk është se dua. Dua një njeri që ta kem pranë, të më mbështes. Të kujdeset. Edhe nuk ka dalë në një Jo, akoma jo, nuk e di, të shohim, se ndoshta dhe rrugës. Ndoshta, nuk i dihet jetës. Për momentin nuk... Cili është ai mashkull që ti përmbush kriteret ty? Mashkulli që më përmbush kriteret mua. E para herë të më vlerësoj për këtë që jam. Nuk dua as pallate, as kjo që jam, si je ti? Ja, siç më shet ti. Impulsive, e dashur, po, më e dashur se impulsive, më e dashur se ç'duhet, e vërtet. Dhe tjetë me mua, domethënë ditët e mia të mira dhe të këqija, se patjetër kemi edhe ditë të errta. Dhe që jam më e dashur se ç'duhet. A mendon se ndonjëherë meshkujt largohen nga dashuria e tepër që u jep? Po, patjetër. Nuk e di, kam këtë mendim se pse ndodh kjo? Ndodh, në momentin kur ti rri edhe shfaq një dashuri të shumë tek mashkulli jot, ai bezdiset me këtë gjë. Prandaj duhet jemi më kokëforta ne femrat. Jemi, jo se duhet. Që duhet t'i kemi ato gjërat tona parime me pak fjalë, që ai kështu jam dhe nuk shkel mbi veten time. Që duhet kesh primare veten tënde. Patjetër. Dhe ai me atë inatin e vet do vazhdoj të luftoj për ty se s'ka ku shko. Ose nëse ai nuk e bën këtë, nuk është i duri. Kështu që vajza, merrni mësim dhe ndërgjegjësoni vetën primare, pastaj personat e tjerë. Patjetër, se ka herë ne vejmë tjerë para vetes. Të ka ndodhur? Në dashuri jo, po në shoqëri ka ndodhur shumë. Kam vendosur gjithmonë tjerë para vetes dhe atë që kam dhënë se kam marr mbrapsht. Ndodh kjo? Patjetër që ndodh. Edhe do na ndodh. Se ne kena jetën përpara dhe do mësojmë shumë gjëra me kalimin e kohës. Po mendoj se gjithë shgënjimet, gjithë gjërat ndodhin për një arsye dhe na vlen shumë, na bëjnë më të fortë. Patjetër. Sa ke ndryshuar ti? Unë kam ndryshuar shumë fakt. Unë kam një natyrë që gabimit i marr mësimin. Dhe në momentin kur më ndodhe një ta gjë, unë jam e mësuar nga e para. Po flas në çdo lloj aspekti, jo vetëm dashuri, kuptoj. Dashuria në një moment të dytë. Po, patjetër. Do shohim veten tonë herë dashuria. Të shohim karrierën. Normale. Ku je fokusuar momentalisht ti? Unë e fokusuar jam shumë tek puna që bëj me live-et në studio. Jam shumë, domethënë, i kam hyrë. Sa orë punon? Në studio mund të rri 5-6 orë. Është lodhje? Shumë. Është lodhje, po ka dhe ato benefitet e veta. Dëgjoj, unë mendoj se nëse e ke diçka me qef, edhe e bën me vullnet, ajo lodhja nuk ndihet fare dhe super vlen ajo lodhja. Patjetër, e vërtet është. Unë dua të di kush janë ato artistë që të frymëzojnë më shumë. Me thënë drejtën, ka shumë që më pëlqejnë, frymëzohem patjetër, çdo njeri frymëzohet, mund të jetë dhe njëri i thjesht që është artist, po nuk është se ka arritur, ka bërë bumin. Edhe patjetër që inspirohem. Ka shumë, në zhanrin tim është Pandora, që e ndjej, jashtëzakonisht. Të pëlqen? Shumë. Do doje një bashkëpunim? Kush nuk do e donte. Unë mendoj se do të harrish. Po tjetër, me një artist tjetër shqiptar, me kë do doje të bashkëpunoje? Me thënë drejtën ka shumë, gjithë janë të mirë, sidomos ato të live-it që janë zhanri im. Ti këndon popullore dhe balad? Po, popullore, balad, këngë patriotike, që ma përmbledh puna, me thënë drejtën. I këndoj. Rap? Jo, rapit. Nuk jo, kena lonë tjerëve sons. Nuk merr me atë punë. Ke pasur ndonjëherë rivalitet mes artistëve të rinj? Jo. Unë jo, personalisht. Po mendon sa ekziston? Patjetër, shumë. Pse nuk ke pasur ti rivalitet? Si ka arritur që të mos kesh rivalitet? Unë me thënë drejtën, nuk është se jam dhe natyra e tillë që ti jem rivalja dikujt, domethënë një artistje që është si unë, ose artisti. Nuk e kam pasur këtë sepse çdo njeri ka benefitet e veta, mendoj, ka zhanrin e vet. Unë nuk mundem
do ta bëj repin për shembull që një shoqja ime mund ta bëj më mirë se unë dhe nuk mund dal unë që prit se unë e bëj më mirë se ti. Dhe e fundit fare është që janë tjetër persona që na vlerësojnë, kupton? Se ndahet, na dëgjojnë, neve të rive, dhe japin vlerësimin e tyre. Sa mendon se e meriton ti një vlerësim të mirë? Tani, një pyetje shumë na zon e çingusht. Çdo njeri për veten e tij do më të mirën. Por unë jam shumë e kënaqur, marr vite që kam punuar me live-in, sepse një njeri që më ka marrë nuk ka dalë zhgënjur tek unë. Dhe kjo është një plus për mua. Në fakt unë dua të di për komentet. Sa nga ato janë pozitive dhe sa negative? Me thënë drejtën nuk është se i shoh. Unë rrethi njerëzit që më rrethojnë gjithmonë pozitivisht flasin. Ka dhe të tjerë që shtiren, domethënë patjetër. Në sy është gjë tjetër, mbrapa është gjë tjetër, por mbrapa shpinë dhe mbreti shahet. E bukur kjo. A të ndikojnë komentet negative? Dikur po, me thënë drejtën. Kam qenë një tip që e vrisja shumë mendjen. Edhe doja me patjetër gjëja gabimin tek vetja ime. Po tash nuk është se nuk të më ndikojnë. bëjmë përshtypje fare. Madje unë mendoj se në momentin që nuk ke komente negative nuk po ec, nuk je aty ku duhet. E vërtet. Të ndihmon shumë. Kjo është shumë e vërtet. Tani kemi ca pyetje të shpejta. Po, Këto zgjidhja. Pasarela apo studio muzikore? studio muzikore. E famshme apo e lumtur? E lumtur. Këngë romantike apo ritmike? Të dyja bën. Ritmike. Ritmike. Tani do bëjmë dhe një lojë me që ti këndon. Kemi disa pyetje për të cilat duhet na përgjigjesh me këngë. Çfarë do t'i këndoj dikujt që të mungon? Do e kthe në këngë? Po. Ta këndoj tani, do i këndoja këtë këngën. Nuk jam shumë romantike, po do përpiqem. Pasha sytë e ballit, për ty m'ka marrë malli, të kisha sonte, do të jepja unë gjithçka. Dikujt që të ka tradhtuar. Okej. Le ta din kopja ime, o falso me ty bashk, nuk e ka ajo zemrën time, nuk ka me qa me dash. Çfarë do t'i këndoje dikujt nëse të ka thyer zemrën? Nëse më ka thyer zemrën. Okej. Aty në shtratin ton të vjetër, unë do të ndaj me dikë tjetër, por imazhi jo tek mua, shpesh më shfaqet dhe pse s'dua, në këtë shtrat më puthje mua, dëshmitar shtrati dombes, o më ka thonë shumë herë të dua, dashuria kur nuk vdes. Nuk vdes, po edhe vdes. Patjetër. Vjen momenti që s'ka më. Çfarë do t'i këndoj dikujt që ta shikoj që ti je e lumtur? O i lumi une, ç'pas ka rritur nona, shtatin si selvije, kongën po jaknojna. Që po jaknoj vetes time, kupton? Bravo, jo më mirë t'jaknosh vetes tatës. Tani e fundit do të këndosh një këngë dikujt që e ke lënduar ti. Ja mërzit e nuk po du, as një mesazh me jaqu, veç po du me dit, a i bjen me për mu. Ja mërzit e nuk po du, as një mesazh me jaqu, veç po du me dit, a i bjen me për mu. Përpara se të falenderoj për gjithë këtë intervistë kaq të bukur, dhe përpara se të them që je fantastike, përpos asaj që ne shohim nga jashtë bukurinë tënde, Faleminderit. je dhe një vajzë shumë e talentuar. Edhe të falenderoj me të vërtet shumë që na solli këtë vibe kaq të bukur në studio. Faleminderit nga ti, je shumë e mirë. Moderatore je 10/10, me thënë drejtën. Doja të falenderoj aty pa mas, se më riktheve me thënë drejtën se kisha nga gati një vit që nuk kisha komunikim kështu drejt për drejt. Dhe faleminderit shumë që ma dha këtë mundësi. Tani Jemi për shumë mbyllje, një muzikë dua. Qa muzike don ti?
E kisha si sytë mi, në kishte zili dhe hana, unë vet me pa dashni, ti feston sot me tu pana, si duro një zote ti, bëja bese nuk do qaja, kur të shoh në krahët e ti, e me lot ti dal për para. Shumë faleminderit. Faleminderit i shpirt. Edhe në fund një mesazh për të gjithë gocat, për vetbesimin, që të nisin ato çfarë duan, për të gjithë gocat, një mesazh. Atëherë gocat ne jena shumë të forta me thon drejtën, e nëse du më ngrejemi mirë, kështu që duhet shohim primar herë rreth parë veten ton, pastaj Mileti. Se Mileti nëse ne jemi mirë na afrohen. Tani, me që Angela na dha një super mesazh për të gjithë gocat, ne duam të themi që ju duam shumë të gjithave dhe ju që s'na doni, dhe duam të bëjmë një mbyllje shumë të bukur. Gjithmonë pozitiv.